Anton, të përshëndes, cilat janë informacionet që kemi nga Agenda e Kryedemokratit dhe nga zhvillimet që vinë nga Selia Blu. Po, prej mëngjesit ishte njoftuar një konferencë për mediat e kryetarit Partisë Demokratike Sali Berisha, i cili do duhet i përgjigje interesit të medias për kryelajmin e këtyre ditëve, lobimin $6 milion të tij në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për heqjen e non gratës, por Befas vetë Sali Berisha ka vendosur të anuloj këtë konferencë për mediat dhe kjo vjen një ditë pasi Prokuroria e Posaçme Antikorrupsion nisi zyrtarisht hetimin për kontratën e lobimit $6 milion. Partia Demokratike justifikon anullimin e konferencës për mediat me një agjend të ngjeshur të zotit Berisha ditën e sotshme. Megjithatë, zoti Berisha në vend konferencës për mediat ka gjetur kohën për të realizuar një vizitë në një biznes fason në autostradën Tiranë-Durrës dhe më pas do të fluturoj për në Valencia, aty ku do të qëndroj 2 ditë për punimet e Kongresit Partive Popullore Europiane. Por ABC News mëson se para ditën e sotshme, zoti Berisha ka patur disa takime informale të konfirmuara, njëra prej tyre ka qenë me drejtuesin politik të Partisë Demokratike në Tiranë Belind Këlliçi dhe tjetra me kryetarin e Partisë Republikane Fatmir Mediu, 2 bashkëpunëtorët më të afërt të zotit Berisha që shpesh në 3 muajt e fundit kanë udhëtuar drejt Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Megjithatë, zoti Berisha në ditën e 3 të publikimit të kontratës lobimit $6 milion nuk dha asnjë le ta themi asnjë sqarim publik, theu edhe traditën e konferencave të ditës hënë, duke shmangur kështu mediat, por edhe një le ta themi një sqarim për t'u pyetur edhe për të dhënë përgjigje për disa pikpyetje që hedhin hije dyshimi mbi kontratën e lobimit $6 milion në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kjo është le ta themi panorama, megjithatë zoti Berisha një sqarim, le ta themi, e ka dhënë para demokratëve ditën e djeshme në një miting në Kuçov, ku tha se ishte vetë Partia Demokratike që e ka marrë avokatin Carlos Trujillo të presidentit Shtetet Bashkuara të Amerikës Donald Trump, duke rrëzuar deklaratat e mbarshme të zyrës së shtypit Selis Blu, e cila pretendonte edhe kur sulmonte Prokurorinë e Posaçme Antikorrupsion se kjo kontratë është një dhuratë nga një fondacion amerikano-shqiptar i cili deri tani rezulton fantazm, Make Albania Great Again, dhe një emigrant 72 vjeçar nga Tropoja në New York, Nureddin Seci, i cili ka firmosur. Megjithatë, në kontratë mbetet edhe firma e sekretarit përgjithshëm të Partisë Demokratike Flamur Noka, pra që Partia Demokratike është palë në këtë kontratë dhe kontrata e sqaron qartë që klienti që merr shërbimin është vetëm Partia Demokratike e Shqipërisë. Faleminderit Anton Kello për raportimin.